Gjithmonë historitë emocionuese edhe rrëfimet e ndryshme kemi qef me i pru këtu në #gjesi. Kështu në studion tonë, sot e kemi të ftuar Florian Zega, djaloshin e verbër nga Gjakova, i cili përkundër sfidave që i ka sjell jeta, ai nuk ndalet asnjëherë. Floriani para pak ditësh ka qenë pjesëmarrës në garën e vrapimit malor Prishtina Trails bashkë me shokun e tij Kristian Gashi, e që të dy kanë qenë të shoqëruar, edhe mu i më thonë që kanë thy një rekord në Prishtina Trails. Për krejt detajet kemi diskutu bashkë me ta që e kam kënaqësi që i kam tëftuar në studio. Mirëmëngjesi Florian. Mirëmëngjesi, faleminderit për prezantimin. Faleminderit shumë edhe ti që ke ardhur sot. Mirëmëngjesi Kristian. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Qysh jeni? Top, mirë sot. Florian, as zgjohesh herët kështu gjithmonë që e ki mëngjesat? Po, gjithë zgjohem ora 4-5, kështu është. Ko filloj ditën. Sot ke ardhur prej Gjakovës, a? Po, sot kam ardhur prej Gjakovës, edhe jam shumë i gëzuar që jam pjesë e emisionit tuaj. Faleminderit shumë, edhe na shumë jemi të gëzuar që ke ardhur dhe pat edhe një energji shumë të mirë për edhe kështu para se me filluar intervistën, na solle një pozitivitet me mëngjes. Bashkë me Kristianin, më steloj ma, në shumë Kristianin. Nëse na e bënëm pak një problem, jo problem, po hajgare me mëngjes, ju thamë që s'kemi ardhë sot, a është për nesër, po... E di që Erblina producent e shkojnë të pas atak. Ja kështë të shumë një kisha dash një falenderu, kështu si televizion e para për kujdesin edhe gjithherë që na përkani me aktivitete, po e veçanta që na ka ndodhur për herë të parë prej se unë dal ose shkoj me Florianin për mediat e ndryshme. Erblina ja kom spjegu rastin që Floriani është prej Gjakovës dhe hera e parë një televizion që na ka ofru, ka kërku, ka thonë, na i mbulojmë shpenzimin nëse është e nevojshme për me ardha e me marrë pjesë, që ju falenderoj shumë. Për ndryshe kemi pas probleme me media në vazhdimsi, kështu, më thonë që ju ka interesu për i ka vjen, a jemi vënua, qa do të që ka ndodhë, më thonë, a kanë lënë edhe me pritë, dhe kështu që është një bravo e madhe. Faleminderit shumë. Flasë pak për shoqërinë e juaj, Florian, çush je njoftu me Kristianin? Me Kristianin jena njoftu, mund të them ndoshta para 7 viteve, ku klubi Alpin Prishtina organizonte ecje ditore me persona me aftësi të kufizuar, kësaj radhe me të verbër. Edhe aty jena taku me Kristianin dhe kena nda dëshirat tona, mendimet tona, cilët ka qenë për shembull nxitja e maleve, saktësisht Gjeravicës, edhe ato jena përshtatë shumë mirë si shoqëni edhe e ke bo nxitjen e parë, nxitja e parë ka qenë Florianit në majën e Gjeravicës, apo kanë qenë më të lehta? Jo, na kemi bo shumë aktivitete hajk ma herët, edhe kemi ngjit disa maje tjera ma herët. Ahmicën, shumë tjera, Novobërda, kemi bo aktivitete në vazhdimsi, rrugove, mos munalin e këto majet e tjera, dhe në gjatë aktiviteteve ndryshme, thonë dëshira e Florianit dhe gjithashtu dhe përparimin e Gjeravicës kemi qenë për herët parë, ka linë që pse jo me provu diçka ma shumë edhe mundën, edhe në ndërkohë ka qenë edhe i dëshira shumë e madhe me vetë faktin që Floriani vjen prej Dugaxhinit, prej Gjakovës. Në anën tjetër Gjeravica është një prej, na i thojmë mbretëresha e Alpeve shqiptare kështu, edhe është e bukur, është e jashtëzakonshme, ka liçej, ky ka lexuar dhe ka njohuri të shumta për atë regionin, sidomos edhe për Gjeravicën, e njeh edhe florën e faunën, kështu ka njohuri në atë pjesë. Edhe kemi vendosur kështu, në çit farë sistemi kemi vepruar dhe me këto maratona tjera tani. Para është ka qenë dëshira e madhe Florianit, pastaj prej meje nuk e përkrojnë gjithçka, në shumë çka ndosën jo. Qa është e veçanta e Florianit, që kisha dash me cek është që bashkë me Florianin, tash jo veçone, jemi të tentu, jemi të thy shumë akuj, kështu me thonë, edhe të ju tregu njerëzve që edhe personat me nevojat veçanta, të verbër me tjere, kanë mundësi edhe mundën mja dalë, edhe qëllimi kryesor është me qenë të barabartë. Në qëtë rast, edhe Floriani kisha me cekta në ma vonë që tash për momentin edhe punon, kanë si shkak i aktiviteteve që i kemi bo edhe jemi të tentu me i gjithë përfshi krejt,
edhe përmes gjithë përfshirjes edhe më kriju kushte për nevojat e tyne edhe një farforme me qenë të barabart me neve, mundën me punu, Floriani edhe punan edhe folmi pastaj ma vonë. Hajde pëndalim e pak tek Prishtina Trails që more pjesë në garën e fundit, Florian. Qysh ke për ty kjo garë, qysh kalove? Na të rego pak detaje. Atëra rrugtimi jonë deri te Prishtina Trails ka ardhë si rrjedhoj e aktiviteteve që i përmendi edhe Kristiani, pra në gjitja në Male ose në Gjeravic. Edhe vitin e kaluar patëm përfundu maratonin e Prishtinës, që ka qenë duket me 22 shtator. Edhe ky rrugtim na çoi deri te vrapimi malor, pra Prishtina Trails me 4 maj që mbajt. Edhe sot mendoj që marrë të informacioni është diçka shumë e lehtë edhe sakt, edhe me sa kemi informacione që Kosova është vendi i parë në rajon që organizon një vrapim malor, ku garon edhe një person i verbër. Edhe kjo neve na bën shumë të lumtur për faktin që Kosova ka tani një imazh shumë të mirë në arenën ndërkombëtare, po. Paka shumë e ke thy akullin, që është pëthet edhe Kristiani, ke marrë komentet shumë ta prej shoqënisë, familjarëve, mbështetje. Shumë ku marrë komente, lavdrata, gjithë dhe nga të gjithë. Për një me një histori shumë e mirë, shumë frymëzuese për gjithë. E përmendet edhe Gjeravicën. Gjeravica është maja më e lartë e Kosovës. Ka qenë vështirë për ty me ngjitë Gjeravicën? Po, hera parë ka qenë vështirë, mbase dhe tereni ashtu jo i përshtatshëm deri të ambientohesh me terrenin, domethënë ka qenë e vështirë, po herën e dytë do kum ngjit shumë me sukses. Edhe gjitha ngjitjet që i kemi pas nuk kanë pas asnjë lëndim, nuk kena pësu kur çfarë aksidenti kështu. Edhe kjo neve na bën na shtyt që të ecim. Po dukesh, Florian, që je person luftarak, nuk dorëzohesh lehtë. Nuk ka bo presion aty të shumë në Prishtina Trails. Isha nante Prishtina Trails një minutë të shpejt. I përgëzoj për një super organizim të mirë, është një shembull për Kosovë dhe nështë edhe në rajon për organizimin që e kanë bo. Përshëndesim Mendin, Vetonin, Jusufin e krejt ata organizatorët që e kanë mundësu një organizim të tillë. Gjithashtu edhe e kanë bo një prezentim teme dhe të Florianit në fillim të garës, ku edhe jo befasu jo vetëm pjesë marsit, po edhe ka qenë edhe përparim Rama, krejtari i Prishtinës, Ramos Haradina dhe tjera dhe e kam përshëndet edhe një farforme ju kemi dhonë motiv krejtve në Prishtina Trails, ku një farforme edhe ju befasu ata dhe shumica besoj që kanë thonë, hej, ç'ken të bo? Edhe para gore në kanë thonë, Kristian, personalisht mu, a jetu e ditë çka e ka bën, a ka me mujtë. Këmë thonë, absolut e pa dyshushme. Shumica se nuk e kanë ditë që e kemi ngjitë Gjeravicën edhe dëshira jeme edhe Floriani gjithashtu. Thjesht mi konë vendosën, kështu dhe nuk e kom pa në absolut problem, pse se kom pa problem vrapimin malor. Në me kemi thy një akull, po për shkak se një Florianin sa hecë dhe sa bën ngjitje, ka pas vështirësi. Këm ka bo ma shumë, unë ju mundu kë ka dash me vrapu hala ma shpejt. Më thonë, kemi pas mundësi me bo vrapim tepër ma shpejt, nuk kemi qenë të fundit. Prej 160-ve të kategoria me shkëvi, na kemi qenë, kë ka qenë, nëse nuk ka bëjnë në vendin e 134, në 135. Ajo diferenca. Dhe vështirësit, realisht ju kemi dhonë këtë njerëzve motiv gjatë rrugës shto. Sidomos pjesa e teleferikut, kushdo që ka vrapu në ngërmi e din pjesën e teleferikut. Në fakt, ajo është pjesa ma e shtirë që e logarisin. Na aty kemi arrit me Florianin me i kalu shumë njerëz dhe me mri të naltë majet e teleferikut atje. Realisht, kur kemi mri atje, unë e kom logarit garën të përfundume, kështu prej anës tem. Pak sa jo ka qenë pjesa ma e shtirë, dhe është për se cilin që ka vrapu, teleferiku ne kujtojnë hala krejt vrapu si pjesën ma të shtirë, po motivi edhe dëshira shumë e madhe ka qenë edhe kemi bu shumë letë. Edhe në start ju kemi thonë, thjesht nuk kemi, personalisht nuk kum pas as një dyshim, heq edhe veç ju kum thonë, ju uroj shumë sukses e krejtve edhe jemi në finish. E komenti Floriani që shka qenë për garën, ke pas në moment që ke dosh mu dërzua ju? Jo, realisht synimi jo nuk ka qenë edhe konkurimi me garus tjerë, synimi jo nuk ka qenë vetëm me marë pjesë me përfundu me sukses. Po e shojmë një fotografi, është tek starti apo tek finishi? Finishi. Te finishi, kur jeni këty të me mendën, e kemë menda ka pas me ardha, po s'kam ri,
prej Prishtina 3. Kjo është finish edhe për nashe satë. Kjo si kur mës me pasë ndodhë kur gjatë. Me thonë ka qenë super të gëzushëm edhe me plot motive edhe për të tjerë. Që t'ju të regojnë pak edhe shikuzën në foto, e kemi pa që e keni pas durt e lidhura, po? Me litar. Me litar. Atër, deshta më ndollë të këtu litari, se shumë njerëz nuk e din, ka shumë arsye, po litari shërben vetëm për orientim, jo për tërheqje, ose vetëm për orientim, do të thotë. Okej, po. Nuk është që të ka shty Jo, absolut. Unë përmes litare kom shfridzu shumë herë me nalë. Në ka pas dyke, du me thonë, me vrapu shumë ma shpejt, se që për shkak se janë do pjesë jo edhe të përshtash me vrapus që kanë vrapu në Prishtina Trails këtë vit, edhe e dim paka shumë shtegun që ka pjesë jo të leta, të ngushta, me shumë gurë, me gropa, vende, për atë arsye dhe është vrapim malor. Dhe me thonë, vrapimi që e kemi bo vitin e kalum në Prishtina Maraton në 10 kilometra, është dallimi është shumë i madhe. Me thonë, është vrapim malor dhe ka shumë vështirësi, ka në gjitjet më dhaja, që është si ka teleferikun, ka ngushtica, ka gropa, ka gurë, rojnë, gërmi, lëgj vene, kështu, po thjesht edhe kësaj here kemi dëshmu, edhe kjo është një që me thonë, një diçka mja u dëshmu krejt njerëzve që munden edhe këta munden mja dalë, gjithashtu dhe klubeve dhe organizata dhe kushdo qoftë tjetër, thjesht duhet me i përkra dhe këta edhe personat e verbe dhe të tjeret munden mja dalë dhe thjesht e kemi obligim kështu me i përkra dhe munden me bo befasi të ndryshme dhe me kry shumë aktivitete dhe punë dhe gjithë shka tjetër. Thjesht, janë pjesë që është një stonë, janë të barabart me neve, për pas që ju mungon një diçka, krejtve na mungon diçka, edhe mu kejt kem diçka mangësi, kështu që kjo është knatësi edhe e bojme shumë knatësi, që është e veçanta, s'kemi mundal kjo, thjesht është vesh një fillim, kemi vazhdu me shumë befasi të tjera me Floriani ka bo dhe climbing, në muri alpin, jo vetëm Floriani, po edhe personat e tjerë të verbër, në gërmi, kemi me organizu prapë këtë vit, kemi planet e tjera, dhe me thonë, mune me bo alpinizm, absolut është knatësi edhe me bo atë aktivitet. Majnitse. Po. Unë po kam qef me u njoftu pak edhe me Floriani, me nga të rëgu pak për vetën Floriani. Të pëlqen dhe një sport tjetër përveç vrapimit edhe hikingut. Qa ki qef me bo, ka të zona pak për vetën, e di që është nështë pak fështirë, me folë për vetën, po. Realisht vetëm kë loj sporti mu më pëlqen, për shkak që në anë të sportit e gjej forcën edhe për mi rëzu këtu para gjykimet, edhe kjo më ka jep një shtytje të mirë sporti që t'jem shumë komod ndjem, edhe ndaj tjerve, edhe ndaj... Po, gjdo sukses, mund të them, imi ka kalu në përmet klubit Alpin Prishtina, shu që i falimderohem shumë. Kur ke të gju për klubin Alpin Prishtina, edhe qysh ka qenë të hera po që i ke kontaktu dhe ju ke qatë që po ki qef me bo pjesë e klubit Alpin dhe me marë pjesë në vrapim dhe në gara dhe hiking? Po, ndoshta për këto është ma kompetent Kristiani me të rëku për organizimet që i ka... Jo, kur ka qenë hera parë që Floriani ju ka kontaktu për shembull? 2019 nëse s'ka vaj? Po, qashtu? 2018-19, për herë të parë Kur ke dëgju për klubin Alpin? Ke dëgju nga dikush nga ndonjë shak apo... Përmes një organizatës, na kemi organizu aktivitetet të ndryshme. Florian, se të kom thonë me ti kemi e folë. Po, ka qenë kështu të nëpërmjet organizatave që përfaqësojnë komunitetin e të verbëve, edhe aty është danë, dhe më thonë, shpallja në për rrjetet sociale, ku ata që të interesu mujnë me marë pjesë, edhe aty ka qenë hecja parë më duket në gërmi, apo të pylle arrive, nuk kemi sigurt. Edhe aty i na njoftu me Kristianin, me Nazin, edhe kom vret që klubi ka një atmosferë shumë të mirë, edhe ka ofru në Kosovë një atmosferë shumë të mirë, një energji shumë pozitive, edhe është bo mundësi për gjithë atletet, për gjithë ata sportdashësit, po edhe për ne që jemi si të verbër për shembull, për me arrit synimet tona, dëshirat tona. Kristiani të regoj, Florian, që edhe punan, apo? Po, une punoj në bankën Raiffeisen, edhe kjo ka ardhe si rëdhoj
e pjesëmarrës në maraton, që ka qenë me 22 shtator. Edhe aty jemi njoftu me zonjën Iliriana, i cila më ka mbështet jashtëzakonisht shumë në rrugtimin tim drejt punësimit. Që ka lënë me kolegat të? Kolegët i kam fantastik. Muj me veçu rastin para vrapimit malor, ku i falendroj edhe mikut edhe kolegu tim Fisni Kuqi, i cili shqetësimin tam për mungesën e stërvitjes e ka marrë si obligim personal për me më stërvit. Edhe 2 javë para vrapimit malor, jemi stërvit së bashku. Edhe kjo ndoshta më ka ndihmu që pikpamjen fizike t'jem shumë më i përgatitur. Sa mirë që kemi qepë me prukë si histori frymëzuese për krejt qytetarët dhe shqiptarët kudo që jetojnë. Po besoj ki vullnet për jetë, po të regam Florian, ku e gjenë vullnetin, çdo ditë që zgjohesh, ku mbështetesh më së shumti? Po, si të them, për shembull, te madhështia e maleve. Se është një energji, po njëri duhet me kriju vetveti, duhet me kriju shtigje. Po më duket që malet po t'inspiroj kanë kështu natyra, energjia e bukurisë natyrës. Ashtu se përmenda më herë thashun e forcën për mi rrëzu këtu para gjykime, për mi rrëzu gojtë e liga, është vetëm në përmjet. A ja ke dalë që me rrëzu këtu para gjykime? Po, shumë. Për shembull, vetë fakti pjesëmarrja ime në Prishtina Trails tregon që Kosova tashmë ka një imazh shumë të mirë, ku gjithë pranohen në shoqëri, edhe pse kjo organizohet kryesisht prej vendeve në zhvillim që janë, pra është tjera parë që në Ballkan mahet një garë e tillë. Faleminderit që po vazhdojmë na frymëzu dhe faleminderit që Kosovën po e bën me një imazh të mirë dhe tjetër. Kështu që për këtë gjë du me tu falenderu. Keni me pas në një garë tjetër, në një maraton tjetër, keni më shku me biking dikon? Besoj që po, synimet tona janë... Folë më stani. Do është me në maraton diku në Evropë, ose në ngjitje diku jashtë vendit, do është ta kishtë qenë shumë... E po të mundësin me bona i dëshirë, kështu që përfundohet. Vëlla që boni, po thotë në Evropë. Kam për bazë në Nepal, do s'kishte qenë shumë i dëshirë. Besoj që kemi disa plane, po që kemi të vepru, për derisa nuk kemi të sigur 100%, nuk pibojmë publike në anën tjetër, që kemi të vepru, nuk kemi të dash me bo kështu shumë marketing, me thonë, valla që pe bojmë, tjesht jemi të dash me ngrit vedin ma shumë të njerëzit se sa me bo për diçka tjetër, po këtë vit kemi me bo, ndoshta në Prishtina maratonën dja është publiku nëse s'ga bëj, kemi me shqyrtu në 21 km, dhe me thonë kemi me ngrit 21 km, është dhe në shtator, kemi ku më përgadite dhe besoj që ajo ka me që njënë e një maraton me gjatë, se kjo që kemi. 10 km që ne kemi përfundu, dhe cakun kemi me kry për 2-3 vitit e arshme, nashta dhe ma shpejt, mos të dojnë kështu shumë premtime, mu bo si politikan tani edhe, mos mi realizu. Po besoj për 2-3 vitit e arshme, me na pas një problem kemi me arrit me hapas hapi me përfundu dhe komplet maratonën, njënën prej maratonave, maratonën e Prishtinës, ose edhe kemi me marë pjesë edhe në maratonën e Tiranës, nuk i di datën, po besoj që këtë vit kemi me marë pjesë në maratonën e këto në rajon Spari, tani gradualisht edhe tutje. Bashkë me Florianin kështu diskutojmë, bojmë plane edhe vendosmi, po kemi me pas edhe befasi të tjera. Qa është e veçanta, kjo përna dëshmon që na përmes aktiviteteve tona rekreative dhe sportive, realisht ja kemi ndryshu Spari vetit jetën, edhe jemi të jam ndryshu shumë njerëzve të tjerë, edhe atë ditë në Prishtina Trails ka qenë një befasi edhe një shumë knatësi e madhe me kuptu që njerëzit që merren me sport një me janë pak pa dashme janë, po janë shumë ma ndryshe edhe
se cili muj me thonë që ka qenë i gatshëm, a keni nevojë diçka, keni ujë, a din na ka përkra vetë edhe ajo fryma pozitive, gjithë se cilit na ka dhënë neve shumë motiv që me kry edhe me përfundu me shumë sukses, edhe veç që ju thomë që me vazhdu sa ma shumë me aktivitete rekreative, sportive njerëzve. Po, Floriani për përmend që njerëz që merren me sport janë shumë ma ndryshe. Në fakt, Kristiani, Florian, ty sot ka ndiku sporti me të ndryshu si njeri? E vërtet se sporti ndryshon edhe fizikisht, po edhe psikikisht bën shumë më produktiv, edhe shumë më të qetë. Vrapimi, për shembull, dhe hikingit të te, ka ndiku në shëndetin tënë, me qenë ma i shëndetshëm, me qenë ma i fort, me pas kondicion ma shumë? Po, ka ndikim shumë të madh. Ndoshta ka njerëz nuk e kuptojnë, po ndikimi është jashtëzakonisht i madh. Edhe nga njëherë unë edhe kështu, deshta monale edhe te Kristiani, te klubi. Po, patjetër. Nga njëherë edhe pyes veten kështu, sikur kisha qenë unë në vend të Kristianit, a kisha marrë këtë përgjithësi mbi supe, edhe këtu lorë shumë pikë pyetje, kështu që i falenderoj jashtëzakonisht klubit edhe Kristianit. Ka të drejtë për shkak se para garës, jo vetëm para kësaj, po edhe çdo aktiviteti tjetër, edhe në Gjeravisin kur e kemi ngjitur, kemi qenë dikon rreth 60 persona, nëse s'gaboj 60-70, edhe shumica nuk e kanë ditë që në mesin të njën edhe është Floriani dhe përparimi, edhe i kemi njoftu, në fakt nuk ju kemi kërku, veç njoftim ju kemi thonë që sot me neve janë 2 persona të verbër, nuk totalisht janë të verbër, edhe veç se njoftim edhe motiv për juve, realisht një pjesë e madhe na kanë thonë, hej, çka jeni të bo, a jeni të sigurt çka jeni të dashme bo. Njëjtë patëm edhe me garën e fundin e Prishtina Trails, do thonë ky besimi jon, unë nuk dyshoj në spari absolut se na jemi që shumë vite njihemi edhe kur e marrim një vendim, do të thonë nuk është qëllimi me rreziku ose mja dëmtu shëndetit, po thjesht e di aftësinë e tina dhe edhe kësaj herë kemi pas shumë njerëz që edhe më kanë thonë direkt që hej, a je sigur që ka je ka donë edhe a ka me mujt me kry absolut as edhe 1% që të s'kom pas, dyshim që i më konë 100% i bindën që pas një problem kemi me kry dhe nuk kemi me qenë të fundit kë ka njerë hajgare bëjmë që Floriani nuk kom beson se ja bëj ka njerë do hajgare që shtu që që bënëm edhe me Erlinën edhe ta nkonë më ka thonë hej a jemi të fundit edhe i kom thonë jo si jemi dhe ta nkonë e ka pas një farë dyshimi pak që jo nuk je ka ma të regonë të vërtetën që kemi pushu ko gjithë shumë kër e kemi përfundu teleferikun gjitjen ka pas ushqime, me pije, me hangar aty të shka dhe këtë ki hajti të vazhdojmë se s'po du me meti i të që o ka hajla njerëz mbrapa du me thonë me bo mi krasu 2 kategorit meshkujt dhe femnat mundu me thonë që pa asë një dyshimi që kemi qenë të jemi pas mbrapa dhe 50 persona mbrapa neve kështë që ka qenë një motiv, po krejt edhe rrugës në kanë përkra, në kanë përshëndet edhe në kanë dhonë motiv, edhe në fund të një kemi pas një pritja të madhështore në fund, me ushqime, me pije, me shka tjetër. Kër e arritët që në fillim kanë dyshu, kanë thonë që e të bua, jetë sigur të fund, kër arrit të finishi, po besoj brëritjet nuk kanë pas ndalur, a? Absolut. Ndërkash ka qenë pjesëmarrës dhe familja e Florianit? Ka nërë familja jote Florian me të pa nga afër duke vrapu? Jo, vetëm ka qenë ona shoqërore. Okej. Do më thanë... Se largë, puna e udhëtimit e Gjakova edhe kështu që... Ure që ky vrapim jonë të shërbej edhe për motiv për gjithë ata që nuk vrapojnë, ose për ata që veç mendojnë me fillu me vrapu, se... Kjo është me të vërtet një mrekulli për shëndetin edhe për... Për këtë mira që të sjellë sporte e vrapime. Absolut, aktivitetet këto sportive ndikojnë tepër shumë në shëndetin fizik edhe mendor, ashtë mos me hinë detaj në cilën pjesë, po tepër shumë ka ndryshime në vrapimi, ecja, cila do qoftë, vetë natyra na ndryshon, rigjenerimi rruzave të kuqet gjakut, forcimi kockave e tjera shumë knatësi tjera. Veç pamja edhe po mendoj knatësia, Floriani se do të harrojmë javë cik, disa kjo ka shumë aftësi për shembull i njeh dikon rreth 100 zogj nëse s'gaboj. Po, specie. Specie të zogjve përmes cicerimave të tyne,
din me ta gjithë veriun jugun përmes erës, mos më le Flor me fol. Hajde, të regojna. Du me thonë, ka aftësi super të mira, veç me rëshambull i njef rreth 100 specie të zogj, vetëm përmes cicerimis. Wow. Shumë çka tjetër, kështu që është një shembull i shumë i mirë, ja zakon shumë thjesht tamam është me marrë shembull edhe për anën profesionale, po edhe sportive gjithashtu. Në të ardhmen është se në pjaharë jam në atë kjo edhe më mirë, garat evropiane para botërore ose në kampionatin, planifikoj me marrë pjesë edhe që në të ardhmen. Wow, okej. Pas keni planet në doja. Pa që Garat paralimpike, që njën si... Okej, shumë mirë, po ju urojmë vitë suksese. Florian, na pranon me ta bujna historie me zogj me... Pa tjetër, me gjithë qef. Kishëm pas qef me i pa aftësit të tua dhe nga ofër me i qitë në pa. Me gjithë qef, kur doni për natyrë nuk hezitoj kur. Faleminderit. Ko njëri për shpela, për bile ma ka dhoni informacion, kemi bo një hullim tim me njënën prej shpela, dhe më thahej, edhe pi të regoj që kemi me shku të i stogu e tje. Thahej, Krista, kujdes maskat sene se ajri, ato mbeturinat mrena, ta se mune në qka këtu probleme në... Po duke që lexon shumë, Floriani. Faleminderit shumë që keni qenë sot pjesë e #Gjesit, edhe na sollët kështu një pozitivitet me mëngjes. Për fund e kishim mbyll Florian me një mesazh për këtë ata që po na shikojnë, çfarë ju kishte thonë? Veç ju kisha thonë vraponi, edhe nashta ma pak kere i shkon ma mirë. Edhe me Ta qenë fix, ma pak gërmia pak kere, Prishtina Trails. Po, ka qenë dhe kjo motoja, po është ma mirë me ecë në komi, kry do punë në komë, se sa me kërë. Faleminderit shumë. Po pëse që kemi më pa dhe herave tjera, dhe unë po ju uroj shumë suksese. Faleminderit. Faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe juve.